qytetarët nuk do të binë prej e mashtrimit, nuk do të binë prej e skemave korruptive ligjore, se ligjërisht, nëse deri sot, ose deri në këto zgjedhje, ka pas dilema se dikush e ka korruptu votusin, ose qytetarin, ose e ka manipulu sistemin zgjedhor, ti sot e ki korruptimin e votës në mënyrë zyrtare. Mënyrën se si e përdor Albin Kurti, buxhetin e Kosovës, kur e tham e ka zyrtarizu korrupsionin e votës, mënyrën se si shpërndan buxhet, ose jo shpërndan, e ke shpërdor buxhetin e taksapaguzve qytetarë, sepse ato pare që po i shpërndan nuk janë të Albin Kurtit, janë të taksapaguzve, dhe më thonë, pjavje parët e veta. Nuk është fair absolutisht, sepse ti e ki komplet aparatin shtetnor në fushat tani, në fushatën e Albin Kurtit. Ti e ki gjitha automjetet qeveritare i ki në fushat. Ndasin që e ka kriju, hendekun që e ka kriju në mes popullit Kosovës edhe Mergatës është e pafalshme. Këto s'kina me mujt na kur me shëru që ka bo kë njeri. Sot nuk flet vllau me vllaun, nuk flet motra me motrën, nuk flet vihra me ren, nuk flet agja me nipin, nipi me agjën, daja me nipin, tezja me mbesën, nuk flasin sot për shkak të Albin Kurtit. Jo për shkak të Albin Kurtit, kështu direkt për shkak të Albin Kurtit. Se nëse ti nalësh me ta dhe bisedon edhe i thu, po kjo politikë është keq, po kjo politikë është keq, po kjo politikë është keq, i tregon sakt me argumente, a i thot Albin Kurti. Dhe Albin Kurti e Dejona Mihajli janë faktorët kryesor që e kanë fut përçarjen në mes popullit shqiptar. Kjo është e pafalshme. Tani, na duhet me thonë shumë të hapun. Nëse është Albin Kurti i damshëm sot, çka po e përmirëson Albin Kurti nesër? Po, duhet mi thotë të rëq, Partia Demokratike nuk duhet dhe nuk guxon të baj koalicion me lëvizjen vendosje. Nuk mundesh ti një njeri që sot është i damshëm nesër ta futesh në sqetull dhe qeverisësh me ta. Partia Demokratike ka dëshmu që Kosovën e don edhe kur është në pushtet edhe kur është në opozit. Jo vetëm kur është në pushtet. Loja e Albin Kurtit dhe Vjosa Osmanit janë lojra të rrezikshme, se ne jemi fokusuar duke fol vetëm për Albin Kurtin, po as pak më e mirë nuk është Vjosa Osmani, e cila ka hesht derisa ju ka lekund karrigja e saj. Si po shenjë pozicionin e saj tashmë në... Derisa ajo e kishte të premtuar edhe për një mandat pozitën e presidentes, çdo gjë shkoi ke vaj. Qëndrimin e Vjosa Osmanit në këtë pozicion ku është e shoh të padukshëm. Ajo ka paknacit brenda partisë ose subjektit politik me të cilin ngaron. Sepse Vjosa Osmani për dytën herë po e shkatron lidhjen demokratike të Kosovës. E shkatroi vitin 2021 me 14 shkurt dhe shkatrimin e dytë dhe përfundimtar po e ban tash. Duke u futur në lidhjen demokratike, duke pozicionu në dhejtëshe krejt njerëz të cilët i ka reciklu në gjitha partit politike dhe i ka fund dhjetëshe dhe pastaj duke i luftu edhe duke i spostu figurat të cilat edhe atëherë kur Vjosa Osmani e shkelmoi lidhjen demokratike, ata qëndruan në balë të lidhjes demokratike dhe qëndruan stoikisht. Ndërsa sa i përket Vjosa Osmanit për presidente, nëse ajo do t'jetë në garë, unë publikisht e tham që nuk do t'a ketë votën time. Dallimin pastaj mes Albin Kurtit edhe Hashim Thaqit, tham të drejtën është një dallim i jashtëzakonshëm, sepse thash, Hashimit i shkon historia mrapa, Albinit i shkon përçarja mrapa, i shkon shkatrimi përpara, i shkon dhuna mrapa. Dhe ky është dallimi i madh. Domethënë, e keni lider që ka bo histori, dhe e keni lider tjetër që me çdo kusht edhe në mënyrë të dhunshme tenton me hyrë në histori, qoftë edhe duke shkatruar vendin. Dëgjoni, krejt diktatorët e botës kanë qenë orator. Po ju e dini si kanë përfundu fati aty në shtetet që kanë udhëheq, po edhe i vetë atyne. Unë asnjëherë nuk kam pa mbrana Partisë Demokratike thyrje që me u qujt klika, ose klane, ose krahe, ose gjana. Mendime pro dhe kundra, ka gjithë ka me pas, na jemi Parti Demokratike. Ditën kur unë nuk ndina e lirshme, që në tavolinën e kryesis, ku mahen mbledhjet, ose në salat ku mahen mbledhja kryesis, ditën kur Ganimete Musliu nuk ndihet e lirshme
me e thonë mendimin, me e kritiku edhe kryetarin e partisë, po edhe antarë tjerë për ndonjë vendim caktuar, unë nuk do t'jem pjesë e Partisë Demokratike. Ajo nuk do ta ketë emrin Parti Demokratike. Prandaj e tha me bindje të plotë që nuk ka përçarjen Parti Demokratike të Kosovës, jemi më të unifikum se asnjëherë më parë. Në të gjitha nivelet, që nga në dega e deri në qendër, dhe e ka mbështetjen Bedri Hamza të plot, kur unë dhe gjenerata ime kemi hyrë në politikë, kemi hyrë në politikë edhe në Partinë Demokratike të Kosovës, si të ri atëherë, për shkak të Hashim Thaqit, Jakub Krasniqit, Fatmir Limës dhe shumë djemve dhe vajzat të cilët erdhen nga ushtria shqiptare e Kosovës. Dhe për atë gjenerat, këto kanë me met figurat ikonike, deshtëm nuk deshtëm na, ose deshtëm apo deshtëm dikush. Ndërsa, sa i përket pjesëmarrjes në fushat dhe mos përfshirjes në listë, unë besoj që kjo është sqaruar më mjaftueshëm dhe s'ka më interes as qytetari. Ndërsa sa i përket na kemi zgjedhjet e brendshme i kemi të hapura. Për shkak të procesit zgjedhor parlamentar është dashur me stopu, po zgjedhjet për Partinë Demokratike, zgjedhjet e brendshme janë të hapura. Në momentin që përfundon me 7 qershor gara elektorale për zgjedhjet parlamentare, me automatizëm ne futemi në garë ose futemi në një fushat tjetër që është për zgjedhjet e brendshme. Çdo qytetari i Republikës Kosovës që e sheh që përmes Partisë Demokratike mundet me dhënë kontribut për Kosovën, është i mirëseardhur në Partinë Demokratike të Kosovës, duke filluar nga në dega deri në nivelin qendror.